Ku marrë pjesë me pikë volta, ku marrë pite prave, kom qef çdo muaj të kena shojnë vete, çdo muaj. A po nevojë si organizime me bu shqiptar? Po, gjithmonë, si gjithmonë. Shumë vërtet. A vazhdoj me çfarë kjerë, çfarë përformon ma i ka qytjerë edhe sa ka nevoj me pas si organizime në Shkup? Përshëndetje, jemi në Bajram Miltizani, gofi është gof 4, RL me 3 kuqe. është 4x4, kam investohu ke 7-8.000 euro, fillnet i ka 8.000 që ja pa në racing. Por organizime, sa ma shumë organizime, aq ma me. Unë e kom prit një numër shumë të vogël, po kjo shka të ndodhë momentalisht është diçka ekstrem. Një faleminderit shkon policijës të Maqedonijës, se kemi përkrajën shumë të fort, faleminderit shokve të klubit, dëshmitar, i shifni edhe vetë se atë ndodhë diçka kallë Shkupim duke se. Sa ka me pas evente t'illa, edhe... Ne si qajrë tuning tim, edhe unë si kryetari klubit Burhan Ali, klubit qajrë tuning tim, do mundohem që 2 herë m'jetë, një verës edhe një para fund vitit dhe i keni 100%. Sa është interesimi prej Kosovës, se në orë me morë pjesë, sa i keni përtoftë? Po si shifni edhe vetë, adrenalinën edhe shohin më të fortë kanë bo misafirët e Kosovës. Driftin e kallën misafirët nga Kosova, një faleminderit shumë i madh, po pa të thash, faleminderimi më i madh shkon për policinë e Maqedonijës. Shumë faleminderit.